Jam nisë për Hungari, për Hungarie s'kom pas sukses, jam këthy prap për Serbi, Malzi, Shqipëri, Itali, për që rrezikshmëri se me kalu Adriatikun për Shqipëni në Itali, me skaf, me familjeve që duhet me pas guxim të madh, rendimin si thelb, po e njoh edhe jetën në Kosovë, e në Ballkan. Si më duket pak, femnat të na janë pak të lastruar, pak ma të mbyllura, ma kur lirohen, e kanë atë lirinë e plot, më duket se pak e kanë keq përdorur. Shumë, po dukesh zotëri. Faleminderit për respekte. A ndërkohë me çfarë merresh? Punoj? Unë punoj. Punon, e? Jetoj në perëndim përkohësisht, jo po përgjithsisht. Kam jetë kjo përkohësisht se atje tash e kem kriju gjysën e jetës. Sa kish ku mërgim? Kam shkuar qysh 99-ën. Po, Po, 26 vite. a ka qenë rruga e vështirë për ty mërgimi? Po që mi morë si rrugë të vështirë, nuk ka qenë edhe lehtë. Po kushtet, situata, koha, detyrimet, edhe ligjore, edhe materiale, se për qef nuk ja propozoj kërkujna mi bua, për pa e pas domosdoshme. Sa e marrë rrugën e Kurbetit? Po, ma ta thonë drejten, kanë qenë dy arsye. Arsyeja e parë, arsyeja ekonomike, arsyeja e dytë politike, kohë luftë për çfarë. Ato kanë qenë. Gjatë rrugtimi ke pasur vështirësi? Në rrugtimi, gjatë rrugtimit nuk ka qenë lehtë. Jam nisë për Hungari, për Hungarie s'kom pas sukses, jam këthy prap për Serbi, Malzi, Shqipëri, Itali e për Gjermani. Rrugtim kogja i gjatë. Po edhe i rrezik shumë po. A ndërkohë rrezik edhe me jetë, ndoshta ke pasur. Po, shqo, me kalu kufinin ilegalisht nuk është lehtë. E para. E dyta ka qenë rrezikshmëri se me kalu Adriatikun për Shqipëni në Itali, me skaf, me familjeve që duhet me pas guxim të madh, edhe kuraj, me pas vetë besim njërin vetën se... Një përjetim ma i rëndë që ka qenë këtë rrugtim kret, cili ka qenë? Po, s'di cili mi cek, nuk ka qenë e lehtë e gjitha. S'ka qenë e gjitha e lehtë, po kur e ka njëri me një mene edhe rrugë të qelin si duket. Se s'ka qenë lehtë, është histori e gjatë, duhet me pas kohë gjatë me shtjelu këto gjona. Po, fati e ka desh që është fati i jetës s'mund të ndryshoj asnjëri. A ndërkohë përgjithësi si ka qenë jeta për juve? Po, jeta ka qenë me përipetësi, here mirë, here ellët, here amël. Po të mos ishte kështu, s'kish kuptim edhe jeta ndoshta. Jo. Po, në përgjithësi, tragjedi të rona s'kom pas si familje, si person, mirë ka qenë. Po ndonjë sprovë kështu të jetës? Po, unë e përdori shpesh një thonje, ndoshta s'ka ra rasti me dëgju të iri, po një jetë teme veç dy gjona si kom provu. Dhe ato janë fëmijë nonë që më bon, naturalisht se kom pas fatin, edhe vdekjen se kam provu. Të dy gjona. Tjerat të mirën, të keqen, të amel, në tillten, në zetën, të stoftën i kom provu. Ato që shumica kemi shumë njerëz, ndoshta se gëzojnë këto. Sot sa brengos që ndoshta nuk je prind. Jo, në prind jam. A se kuptova ana. Jo, në prind jam. Non s'kam pas fatin më bo, se bob po. A non s'keni pas. Jo, non, nuk jam non, po jam bob. Okay, tash e kuptova gjithë. Tash e ke kuptu, çka do me thonin. Okej. Po, nuk është edhe lehtë me qenë. A ja din atë rëndësinë gruas, nonës? Gruas. Po rëndësinë ja di edhe kam respekt për nonat, për motrat, për gratë. Kam respekt, kanë atë botën e vete, jetën e vetë, përipetësit mirat e të këqijat e veta. Sa i kuptojnë këtë mes burrat gratë? E ta dhe vetën e... Shiqo, une gjysmën e jetës e kom kalu në perëndim. E njoh edhe perëndimin si thelb, po e njoh edhe jetën në Kosovë, e në Ballkan. Si më duket pak, femnat të na janë pak të lastrume. Pak janë të lastrume edhe... kur janë pak ma të mbyllura, kur lirohen, e kanë atë lirinë e plot, më duket se pak e kanë keq përdorur ato. E kanë keq përdorur pak. Se kanë qenë ma të mbylluna, të pashkollume, tash po më duket e kanë pak lirin, i kanë dhënë liri vetit pak ma tepër. Në kuptimin tim. Po, më varen këtu janë shumë gjona që më varen për shumë seneve.
për shumë tipareve, rrethit familjes, rrethit ku jetojmë, kushteve, mentalitetit, janë gjona që ndikojnë edhe në emancipimin e femrës edhe moshkullin përgjithësi. A çka që të prunë diçka të femra, që ty të pengon përgjithësi? Po shiqo këtu, në detaje s'po hina tash, po vrehen do gjona, i vrehen edhe të rritë edhe të vjetrit, pak, janë pak të prumës, sipas mendimit tim, do shta ato mire kanë, po unë edhe si gjenerat pak ma më vështirësi i përpecoj, unë i kam 4 vojza, kam edhe motra, kam nipa e mesa, jemi ja 60 me i boton bashk, po se cili e ka të mendimin e vetë, se cili e ka të shijen e vetë. Kështu që s'kisha më thonë diçka më tepër. Pas ke vajza shumë, a i bashkë ma shumë vajza si t'jem? A bojnë dallime? Po jo, unë për veti si prind nuk muj me bo dallimin, bile me thonë të drejtën për mu s'ka rëndësi gjenia. S'ka rëndësi gjenia. Në kohën e prindve të mi, ose me thonë edhe në kohën teme, si moshkull ka pas ma shumë rëndësi se ju ka dasht fuqi punëtorëve. Se rrethi jonë ka qenë agraro bujqësor ma shumë, kanë pas nevojë për djem me pas fuqi punëtore. Sot janë makinat, janë elementet tjera, nuk ka nevojë për fuqi punëtore, sot ma shumë duhet di. Do në fund, mas më të marrë shumë kohë, me përmbyll gjithë intervistën, me një mesazh për gjithë ndjekësit tanë të historisë jetës, që ndoshta do të shërbej për jetë shumë njerëzve. Cili do ishte ai mesazhi ose këshilla që do të Po, mesazhi im si prind, si bashkëmoshatar ose bashkëvendas, kishte me qenë që na si gjenerat thujnë tash në kalim e sipër, mos t'i mësojmë rinin në mënyrë të gabume, mos t'ja u imponojmë gjonat, po t'i lëmë që ata vetë t'i shohin gjonat në botën e vete, edhe të lëmë që t'kanë mundësi ata me vendos vetë, jo me imponime, se këto gjona ndikojnë shumë në jetën e tyne, se janë të lidhura edhe politikisht edhe ekonomikisht, po qëllimi kryesor edhe thelbi kryesor duhet jetë shkollimi, vdisimi i popullsisë, edhe mos të merremi shumë me gjona abstrakte, me gjona që nuk kanë vlerë, po t'jena ma shumë vendor, t'jena ma shumë për venin, ta duam njëri tjetrin, atëherë sukseset s'do ta mundojnë. Ishte shumë krahazi Faleminderit juve, kaloni mirë, ju uroj sukses. Do t'i bësh shumë të këndshme. Faleminderit shumë për kohën. Shihemi, dëgjohemi për